Mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare është alternativa e vetme me të cilën pajtohen dy taborët politik për t'i dhënë fund ngërçit të krijuar prej tashe 54 ditësh në Kuvendin e Kosovës. Në parti deri tash në opozit shprehen preferencë që të jetësohet rezultati zgjedhor i nëntëshkurtit, por se pohojnë që zgjidhja e fundit për situatën aktuale janë edhe zgjedhjet e reja. Ulen kryetarët e partive dhe merren vesh për një zgjedhje, qoftë ajo me formoni koalicion, qoftë një qeveri pakicës, qoftë me shku në zgjedhje. Sigurisht që ne jemi të gatshëm për zgjedhje në çdo kohë, mirë po ne duhet të jemi më të vërtetshëm. Nuk është gjithmonë në rëndësi çka na bën mirë ne si parti politike. Zgjedhjet e parakohshme për të cilat të gjitha partitë shprehen gatishmëri, Lëvizja Vetëvendosje propozoi zyrtarisht në presidencë që të mbahen të njëjtën ditë me ato lokale. Por ish-kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Mazlum Baraliu, thotë se bazuar në procesin zgjedhor të shkurtit, zhvillimi i dy palë zgjedhjeve njëherësh do të jetë i ndërlikueshëm dhe i vështirë si për institucionin organizues, ashtu edhe për qytetarët. Duhet të ketë një fletë votim për zgjedhjet nacionale, duhet të ketë një fletë votim tjetër për zgjedhjet lokale, dhe duhet të ketë një listë tjetër për asamblejistët, gjithsesi asamblet komunale. Pra procesi komplikohet dhe nuk është që ne kemi edhe po bëjmë përgatitje të duhura të qytetarëve të cilët marrin pjesë në proces. Ai shpreh droj se krahas zvarritjes dhe ndërlikueshmërisë së organizimit, procesi do të arrisë edhe koston financiare, e të cilën thotë se deputetët nuk duhet ja shkaktojnë buxhetit të shtetit. Kam dro që do të kemi probleme dhe do të kemi zvarritje të procesit, ndërka sa i përket kostoja është shumë e madhe, do të jetë edhe më madhe se kësaj radhe, fatkeqësisht për çdo herë çmimi i organizimit dhe mbajtjes së një palë zgjedhje, në këtë rast dy palë zgjedhje, po shtohet. Në KQZ nuk janë përgjigjur të shtunën nëse kanë kapacitete për organizim të dy palë zgjedhjeve brenda një dite. E deputetët që kërkojnë votim të parakohshëm nuk kanë arritur ta materializojnë rezultatin zgjedhor as 4 muaj pas mbajtjes së tyre në afat të rregullt.